Puna e bërë nga Shqipëria për prokurimet publike sipas kryeministrit Edi Rama është vlerësuar me nota pozitive nga Bashkimi Evropian. Sa i përket kësaj fushë, nënvizoi Rama, vendi ynë cilësohet si pjesë e Unionit, pasi Brukseli nuk ka dhënë piketa të ndërmjetme. Ne në prokurimet publike jemi tani më një vend antar i Bashkimit Evropian. Në këtë fushë nuk ka piketë të ndërmjetme. Kryeministri u shpreh më tej se synohet që tenderat të mos bëhen më në ministri, por të zhvendosen tek pushteti vendor. Pra, ministrit dhe ministrat nuk kanë më asnjë lidhje me tenderat, të spostohen hap pas hapi edhe nga agjencitë kryesore, por edhe nga pushteti vendor. Në konferencën për mediat, kreu i qeverisë preku dhe çështjen e raportit të IBAR, për të cilin u shpreh se vendi ynë nuk është pjesë e tryezës, por në emrin ton negocion Komisioni Evropian. Komisioni është dakord që ne i kemi plotësuar 100% të gjitha detyrat, është tërësisht brenda parashikimeve, nuk ka absolutisht asgjë nga çfarë i është rroganisur koka popullit shqiptar. Nuk i kurseu as kritikat ndaj opozitës, që sipas Ramës kanë kërkuar që vendit ton t'i bllokohen negociatat. Nuk kemi parë të vijë ndonjë forcë e brendshme nga ndonjë vend tjetër dhe të kërkojë me gjithfarë lloj argumentash dhe me gjithfarë lloj të zezash që të bllokohet vendi nga vjen. Kryeministri Rama lajmëroi gjithashtu se do të krijohet kompania si motor e Akshit, e cila do të jetë 100% shtetërore dhe do të ndihmojë vendin të ecë përpara në procesin e integrimit.